Zonja dhe zotrinj, sonte i ftuar përballë Dardangashit, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Hysnik Ismaili. Mirëmbrëma shikues të nderuar, sonte me ne një përfaqësues politik pak më i jashtëzakonshëm, Hysnik Ismaili, artist, deputeti i Vetëvendosjes, Hysnik mirë se ka në Republikë. Mirë se gjete. Hysnik, një mënyrë që është një ty opinioni, është si autor i një vepre artistike me cilën simbolizohet Kosova e re në kuptim të Kosovës pas shpalljes pavarësisë, newbornin. 17 shkurt, 2008. Me 17 shkurt, opozita, partia cilës ti takon, ka paralajmëruar prap protesta. Protesta e kaluar ishte me 28 nëntor, e madhe, tjetra do të thotë me 17 shkurt. Këto data apo i zgjidhni për m'ia bëu bajat festat shqiptarëve, apo pse s'po mundi me gjetë mundësi me të bu ma shumë njerëz në data tjera. Pse po i zgjedhni këto data? Domthon, është simbolik, është çështje organizative. Është gjithsesi simbolik, me qenë se në data të rëndësishme për neve, edhe në çato data Më fal, po këto data zakonisht festohet. Po na jena në një situatë ku Kritvani me një situatë ku nuk është bash momenti për fest, është momenti për protest. Edhe mos harro që me 9 janar nuk është kurfar date që simbolizon në sen, edhe u mbledhën qindra mja protestues, edhe u tregu që edhe me qata u tregu bindshëm se nuk është arsyeja për me mbledh ma shumë njerëz, po është arsyeja pikërisht për simbolikën që kanë këto data. Shumë e thjeshtë. Mirë, domethënë newborni është prapë po them diçka e cila simbolizon Kosovën e re, Vetëvendosja, partisë cilës ti tash i takon ose deputeti cilës je, fillimisht e ka refuzuar këtë fëmijën e re pra që ka lind, nuk e ka pranuar simbolet e këtij shteti, nuk e ka pranuar kushtetutën e këtij shteti. Hysnik Ismaili ka qenë bashkëthemeluese një lëvizje tjetër politike më herët. Çka ka shtyr tash pse është Hysnik Ismaili sot në Vetëvendosje? Domethënë në një parti e cila në esencë newbornin nuk e ka përqafuar në fillim. Në asnjë moment nuk pajtona me ty çka po thon. Lëvizja Vetëvendosje e përkrah shtetin e Kosovës, e përkrah Republikën e Kosovës, por jo mënyrën se qysh ajo është kriju. Do me thonë, krejt problemin që ka pas lëvizja Vetëvendosje dhe hala e ka, është Pakoja e Ahtisarit, e cila po në ka pru këtë pavarësi, cilën po të gjithë na kemi dasht, përfshi edhe lëvizja Vetëvendosje. Newbornin ka qenë pikërisht produkti i Ahtisarit. Jo, newborni s'ka lidhje me Ahtisarin që e ti folë. Po që pavarësia është shpallë pikërisht pas negociatave, pas Pakos të Ahtisarit. Po dhe, okej, të kuptohemi. Pakoja e Ahtisarit, edhe përmbajtja e Pakos, edhe kurzimet që ju kanë bë Kosovës për mu pavarësu, e kanë pru Kosovën që tash ku është. Do thot, na i kena kundërshtu ato kurzime, na në asnjë mënyrë nuk e kemi kundërshtu. Në atë kohën s'kom qenë Vetëvendosje, po në asnjë mënyrë Vetëvendosja nuk e ka kundërshtu pavarësimin e Kosovës. Vetëvendosja bile pikërisht e sheh edhe si rrugë për bashkim kombëtar e sheh të domosdoshme krijimin e një shteti të fortë, i cili mas një kohe e shpall një referendum edhe dalin qytetarët vendosin vetë a dojnë mu bashkua jo. Do me thonë që qitë koncept shpesh e gaboni, unë e përshosi edhe të te gabim. Na nuk e refuzojmë shtetin e Kosovës, na nuk e refuzojmë Republikën e Kosovës, e refuzojmë simbolet e Kosovës, cilat janë të imponume prej Pakos të Ahtisarit. E refuzojmë faktin, nuk e refuzojmë kushtetutën, po e refuzojmë faktin që kushtetuta nuk lënë me marrë referendum. Do të thotë ka gjana për brenda kushtetutës cilat na dojmë ndryshu. Po asnjëherë nuk e refuzojmë shtetin. Na punojmë, na jena deputet që ati shteti, na punojmë me kriju, me forcu këtë shtet. Na që tash po luftojmë për me e kriju një shtet të marë, një shtet që ka zhvillim ekonomik, një shtet përsmari që duhet me qenë. Edhe që është konflikti kryesor mes neve edhe pushtetit. Se pushteti, çka do që ka nis,
e ka nisë mrapsht dhe po vazhdon me punu mrapsht. Ti po thu pushteti për shembull e ka pranu për pikë qefit, një simbol i cili nuk është flamuri kuqeze, një kushtetutë e cila nuk e hap referendumin, pse se kanë ditë ose pse s'kan dashur. Ju ka imponu. Ju ka imponu. Ju ka imponu. Qarsohemi, mas jo më autori një bonit, po duhet Nisan me qarsu me ty. Një bonit nuk ka lidhje me simbolet e shtetit. Një bonit nuk ka simbol shtetnor. Jo, gjyrat atëri ke bo pikërisht ati flamuri. Ta shpjegoj tash. Po ta shpjegoj krejt çu atëri ke akceptu edhe ke bo gjyrat. Ta shpjegoj çu ka ndodhur. Po ta shpjegoj çu ka ndodhur. Një boni mas pari nuk ka lidhje me simbolet shtetnore të Kosovës. Një boni e simbolizon veç një ditë, ditën e pavarësisë të Kosovës. Dhe si tillë është simbol i cili do më thonë, e feston qatë ditë edhe përkujton qatë ditë. Kur gjë tjetër. Me qato ngjyra. Tash ta shpjegoj punën e ngjyra. Si ide një boni kur është konceptu, si ide është prezentu, më boj kuq. Edhe kur është pranu, unë e kom kalu në për shumë peripetish ato 11 ditë, prej ditës kur na u ka kujtu një boni, deri ditën që o realizu, deri ditën pavarësisë, kanë qenë 11 ditë. Unë që ato 11 ditë kom punu tepër shumë për me bo një bonin pjesë zyrtare të manifestimit. Sepse një boni ka qenë një ide e cila ka lind pikorneri, s'ka qenë pjesë e ati komisionit organizativ të manifestimit e krejt, edhe unë kom bo qmos me e prezentu ata të njerëz kompetent të cilët e këshim pas si projekt, unë veç kisha nis me maru, ata se kanë ditë, veç kur e kam pa që kjo budalla është të maru një sen shumë të madhë, edhe një sen që ka me simbolizu qatë ditë, edhe është pëlqy si projekt. Edhe 3 ditë para shpalljes pavarësisë, mu më kanë thirrë edhe më kanë thonë edhe na dakordu që këta me bo pjesë zyrtare, në të cilën fillimisht kanë më nënshkru prezidenti dhe kryeministri i aso kohe i Republikës Kosovës, edhe masne kanë me vazhdu me nënshkru njerëz të to. Edhe një kërkesë vetme ka qenë, një kompromis për cilin jom pajtu, ka qenë me ly të verdh ose të kaltërt. Gjyrat e po, tash të mirën vesh. Unë nuk e kom pas idenë që është duket flamuri. Do të me besu tash? Ti duhesh mu me besu absolutisht. Që ti se ke ditë që është duket simbolet e shtetit tonë të rritë Kosovës. 4 ditë, a ke ditë 4 ditë para shpalljes pavarësisë? Absolut, u ditë. 4 ditë para shpalljes pavarësisë? Tash nuk jemi sigurt me ditë. Jo, me qatë ditë e ke pa flamurin ti. Ditën e pavarësisë e ke pa flamurin. Kujto mirë, edhe shet që asë njoni prej neve nuk e ka ditë qysh duket për flamuri i Kosovës. Nuk e kemi ditë. Po tash ta shpjegojnë pse kom pranu këtë kompromis. Po veç pak, do më thonë, mund me qenë, qysh po thuti, nuk na vojmë bas që tash. Do më thonë, kur është na lidhëm që tash edhe kime hu basin. Në rregull, edhe me qef. Konkursi kur është shpall për simbolet e Republikës së Tretë Kosovës, pavarësisht cilla, do më thonë është ditë që nuk mund me qenë simbolet tasni kombi, populli, etnike. A ke pa ato 3 flamoj që janë shpall në listë të ngushtë? Kanë qenë 3 flamoj që janë shpall në listë të ngushtë. E qartë ka qenë edhe me kushtetutën të atisarit që nuk mund me qenë simbole etnike. Duhet me qenë simbole jo etnike. Jo, pak, a pëtë si janë qa që informun për këtë punë, se unë kom qenë e kom përcjell procesin e përgjedhjes flamurit. Nuk kom marrë pjesë në garë, se s'kom besu në atë garë, po e kom përcjell. Po i bim trupfis. Doja jam... Kur e ke marrë vesh që është... Vesh t'kallzoj, propozime ti ke mujt me përdorë ngjyrën kuqeze, po jo në gjitne, nëse ki bardhën mes. Do me thonë, propozimet që... Në ngjyra ndalume, po vesh kur e simbolizojnë... Vesh ta spjegoj, 3 listë ngusht janë nda 3, kjo ka ndodhur krejt 4 ditë para shpalljes pavarësisë. U patën veçut në listë ngusht 3 flamoj, 3 propozime për flamoj, të cilat njoni për cilat ka pas mu përgjedh. Nas njonën s'ka qenë flamuri aktual. Kanë qenë 3 propozime krejtësisht tjera. Nëse zgaboj Kosova sot, ose njona prej gazeta, bilej pa shpallë, dhe kom pa fotografinë, kom pa flamojt, edhe kom ditë kush janë autorët, se një prej autorë ka qenë e jam. Edhe për një herë, ato 3 propozime u zhdukën, njona ka qenë bashkë kuq, bardh, ze, të 3 propozime të u zhdukën edhe erdhë në pah që ky flamuri aktual, i cili absolutisht ka ardhur këtë pikornerit, kërkush s'ka ditë që është ka më duk. Edhe unë të siguroj ty, me jetë siguroj,
që unë nuk e kom ditë 4 ditë para pavarësisë se çish kam mundu këta. Që ke bëni kompromis, kompromisi është që u pranuar e ngjyrë prej fytyrës Smoilit. Po tash të lëm të shpjegoj çish edhe pse e kom pranuar kompromisin. Mu më kanë thonë, fes, duhesh me lyt kaltërt ose të verdh. Edhe unë të marr parasysh që Newborni është një farë simboli ndërkombëtar, meqense është i shkruar në anglisht. Të pas parasysh të ardhmën tonë evropiane, e kuptova si një dëshirë të Bashkimit Evropian me përdor ngjyrat e tyne. Edhe kjo arsyeja pse unë pranova kompromisin, se dhe ideja ka qenë kjo mu lyj çdo vjet. Edhe thash vitin e parë, nëse lyna të verdh, kalon viti i parë, vitin e dytë e lyna në ngjyrë tjetër, edhe harrohet kjo simbolika. Tjetër orë mas nej, kur e kom pa unë flamurin, o kon të fik të mra, s'po të raj, kur e kom pa që flamuri ka ngjyrat e Newbornit. Mu të ligëm ka ra. Por që së më ka ardhë hish mirë, hish mirë, po që një farë mënyrë e manipulu, po unë në asnjë moment nuk e asocoj, përveç ngjyrës, nuk e asocoj Newbornin me simbolet e Kosovës. Newborni nuk është simbol zyrtar i Kosovës. Newborni është një monument, një vepër artistike, edhe një atrakcion turistik. Unë ko mujtë me bo një vepër që i ka tri veçërin to, edhe unë e krenona me atë fakt, edhe aje simbolizon veç qatë ditë. Edhe ka pas veç një vjetë më ly i verdh, edhe masemi u ndru ngjyra. Se Newborni është i hekrit, edhe ndryshkët, edhe përlyhët, edhe s'ka mënyrë tjetër me e mirëmbajt. E mas një tjetër muhabet është që u politizu krejte, lindën konfliktet mes meje, edhe qeveris, e sëmlan me ly 5 vjetë, e tjera. Po mas 5 vjetë, unë prapë e bona ata që ka qenë ideja fillestare, me e ly çdo vjetë. Edhe lyva mas 5 vjetë, e lyva me ngjyrosa me flamojt e shtetet që na kanë pranu. Vitin e 6 ngjyrosa me kamuflazhat, me vazhduar këtë simbolik. E tjera. Me vazhduar këtë simbolik, po i bjen tash në këtë funksionin e ri si deputet. Po. Edhe si vetëvendosi po dëni me ly si simbolikisht po them prap Kosovën në atë mënyrë që po dëni ju. Domthon shumica që voton këto partitë që në pushtet ose që voton shumicën e votave, që kanë pranuar Kosovën kështu siç është, ju s'ju pëlqen, edhe po thoni me çdo mënyrë kena me ly për çdo vjet si Newbornin që po dojmë na. Republikën e Kosovës. Po në kuptim po thonë, unë po duni kushtetutë tjetër, po duni sistem tjetër, edhe nëse ju spajtoni, unë vija o prishim letën në kuvend, edhe nuk ju lo me majtë shtetin, pa e ly që shdojnë. Jo, nuk jem të folë pa ly që shdojnë. Pa e ly që shdojnë. Po, që një pakicë në kuvend. Pa e ly, anede, pa e ly që shdojnë 70% të popullsisë. Pse? 70% po, të mirëm e vesh. Arsyeja pse na e kemi ndërprej seancat e kuvendit është zajednica dhe demarkacioni, apo? Nuk janë sa në tjera. Neve zajednica na ka bo me dalë me gjuhë gazlëcjelës në kuvend. Na me çdo kusht jem të dasht me nalë zajednicën, edhe kemi me nalë. E zajednica, në sondazhin e fundit që është bo, ka dalë se 70% të popullsisë të Kosovës nuk pajtohen me zajednicën. I ki 220.000 nënshkrime në peticion të cilët kanë thonë eksplicit që nuk pajtohen me zajednicën. Në mesin e tyne ka dhe shumë votues LDK-sët, PDK-sët, gjitha partive që në pushtet. Do të thotë, ata vetë mi pyet që ata deputet e shumicës, pyti, unë i kom pyet në çdo debat që kom shku. Nëse den referendum me votu për ose kundër zajednicës, cilën kishe votu ti? Asnjoni nuk kam ka përgjigje. Hiq asnjoni. Su në përgjigjen e di, përgjigja aty në është jo. Ata nuk dojnë me votu zajednicën. Po, s'jën të pas qare. E tashti, nëse ata për një arsye të caktuar s'kan qare pa e votu, ata nuk po e përfaqësojnë zonën e popullit, nuk po e përfaqësojnë votuesin i cili ja ka e votën, që masdena si rezultat i krejt asaj, neve na bën muqu me dale me vepru në emën të shumicës, se këtu absolutisht shumica nuk po dënë me pa zajednicën. Sondazhet diçka tjetër, vota diçka tjetër, shumica. 220.000 në nënshkrime në diçka tjetër. Peticionit në diçka tjetër. Ti e të mohu zonën e popullit. Unë s'po moj kërgjohën, po pës ty, ti e përfaqësues e popullit, unë s'jam. Unë po them, për rastin e zajednicës. Popullit i kanë votu X deputetëve të vendosis, se t'janë pak ic,
Edhe Vetëvendosja janë të kaluar ka qenë një lëvizje politike, jo parti organizuar, cila ka refuzuar gjithçka. Të përfshi Atisarin, të përfshi s'kisha thonë gjithçka. Mirë, s'paku po thëmë prej një Unë ta jap një rast ku e kena përkrah qeverin. A ta jap një rast. Hajde. Ku e kena përkrah qeverin. Kur e mfut forca speciale, nëse s'ka boj ka qenë 25 korrekt 2011, kur e mfut forcat speciale në veri, për me krye atë operacionin në cilin fatkeqësisht për fat shumë të keq Enver Zymberi humbi jetën, na kemi përkrah fuqimisht. Na kemi qenë në gjendje me bëj gjithçka me përkrah qeverin në aksionin e saj. Edhe lutja jonë ka qenë mos u zmbrapsni. Edhe kemi qenë shumë eksplicit për këtë punë. Fatkeqësisht nesërmën janë zmbrapur. Nëse jo të nesërmën, të mas nesërmën. Dhe për fat shumë të keq, një njeri shumë i mirë e ka humbi jetën në atë. Është e pafalshme ajo. Për mua është e pafalshme, unë shumë e kom përjetu, unë e pata përjetu shumë personalisht. Besoj se krejt e kemi përjetuar, edhe unë e pata shprej, atë kujtohet kër e bësh atë sripin The Pimpsons 2011, unë në qatë moment personazhit Hashim Thaqit e pata ngjyros durt me gjak, deri mbryla. Pikrisht për faktin që edhe mënyrën se qysh u vra Enver Zymberi. Edhe unë kom e menu që ajo është fajtori kryesor për vrasjen e tij. Nesër, ju e bëni shumicën në kuvend. Po. Edhe këtyne që janë pakicë në kuvend, nuk i pëlqen çka po bëni ju. Nuk i presin zgjedhjet e ardhshme, po e pengojnë punën në kuvend, i gjujnë ministrat e juve me vo, i bllokojnë rrugët. A do na mështi sistem qytetar? Jo, absolutisht jo. Do të me lyj çdo vjet. A kaloi Vetëvendosja një mandat të tërë? Po. Një mandat të tërë, pa e bo asnjë problem në kuvend. Probleme kanë bo shumë, tërë tjera që sot fillon gjykime që ju në rrej dhe kanë rrej deputet, më ranë në salë. Edhe e paraderës. Okej, janë incidentet veçume, po s'kena ndërprej salla, jena qu, jena dal, kena bo në aksion, kena qit në pano, po s'kena shku deri në qatë ekstremin që me gjujt bombola, po. Do më thonë ka shku relativisht tamon me veprime që bën opozita gjithka në botë. Legislacione kalum po flasë. Do më thonë Vetëvendosja o të regu shumë e pjekun politikisht. Edhe kemi vepru simbas konform regullave të kuvendit, madje, me ardhjen tonë në kuvend, regullat janë respektu shumë ma shumë edhe për tjerve, sa ta tjerë të këshim bo si shpit vetën aty kuvendin që sa vjetë, deri 2010-ën. Si shpit vetën ishë bo aty. Edhe na ndodh shpesh që reagojmë kur shkelet rregullorja e kuvendit, reagojmë edhe ata ma me kujdes tash cilën në kuvend prej ardhjes së Vetëvendosjes në parlament. E po tash që ndodhi pikrisht tash me bombolat, është se na me çdo kusht e pam na, nuk jena qu kryen vetin atan, edhe unë nuk e arsyetoj asnjë veprim valla veç që s'po m'pëlqen mu me gjumë me vo. Jo, ti mu, unë të ebë çdo drejt nëse nesër na jemi në pushtet. Kur të vim pushtet? Se na pa orë në pushtet një ditë s'kena me lonë. Kur të vim pushtet? Nëse... Keni me lonë pa orë një ditë në pushtet? Po s'kimo, s'ka, e pashmanshme o pa e ma na pushtetin një ditë. E pashmanshme. Pa udhëheq na shtetin. Kështu ose kështu? Jo, e pashmanshme o pa udhëheq shtetin na. S'ka kështu e ashtu, nësë po thëmë, na kena më udhëheq, qysh fitoj shpendin Prishtinë, na kena më udhëheq shtetin, qysh po udhëheq shpendi Prishtinën. Une, nëse shpendi e bën naj vepër të mrapsht, lirisht, une vetë me dorë ta me gjuj me vogë. S'ka nevoj me orë dikush tjetër veç për pikë qefit me gjujt. Nëse bën diçka keq, une po thëmë, nëse veprojnë keq, nëse veprojnë kundër vullnetit popullit, nëse veprojnë kundër interesa shtetit, lirisht jo me vogë, more me që kisha le të më gjujnë. Nëse unë e bëj një send vetëm i cili e cenon popullin tam edhe venin tam, të lutna sulmo me qka dush. Për shembull. Unë e ty të arsyetoj me më sulmo me qka dush. Por, qka kena bo na, është shumë arsyshme qka kemi bo. Na kemi qu fërka, po thëmë tash me sleng, jemi qu edhe kemi nal një proces shumë damshëm për Kosovë. Mirë dhe? Në fillim, aj procesu pa shumë keq, ti hala po fletë si kur në atë fillimin, qa keni bo. Besëm që edhe mu, kur lëshu bombola a parë, edhe unë jëmë të rështu pak. Po me kohë kom pa, që është në rregull. Që nuk ka mundësi tjetër, për mja qitë pikën krejti muhabeti,
ka qenë ai lajmi I bukur, cilin e kom dëgju sa kom qenë burg televizion, kur dul gjykata kushtetuese edhe tha, kushtetuta e Kosovës është shkel në 23 nene. Kërkun nuk thot kushtetuta u shkel. Okej, kushtetuta nuk ka në 23 nene, Zajednica nuk ka me frymën e kushtetutës. Çka po do të më shumë? Çka po do të më shumë? Mirë, domosdoshmë keni fitu betejën. Po fitu betejën. Në mënyrë ekstreme o fitu betejën. Tash a përshet çapo ndodh. Tash dalin këta, veç pak. Tash u fitu beteja, e keni fitu një të keqe. Nuk u fitu beteja, veç pak Dardan. Nuk u kry beteja. Nuk u kry beteja se pushteti qëtash, qeveria qëtash po e njëron në tanësi po e njëron vendime e gjykatës kushtetuese. Edhe po thojnë shpesh këta faleminderit për rekomandimet, këto janë rekomandime, na do të vazhdojmë me implementu Zajednicën. Jo burr. S'ki me implementu Zajednicën, pik. Nuk kena me të lonë me implementu Zajednicën, pik. Shumë e thjeshtë kjo punë. Deri të ndalet Zajednica, deri të hiqet, kjo ka qenë kushti, deri ndalet Zajednica dhe hiqet në marrëveshja, në nënshkrimi për marrëveshjes, na s'kena munal. Këta edhe mash vendimit gjykatës nuk po dojnë munal, tash nuk ka me tjetër pos me kërku dërheshje. Edhe kjo është. Me 17-ën. Po. Çka ka me kondryshe? Domthon protesta ka pas do të edhe këtë vitin e kaluar ka pas rrethoj teme, tash me 17-ën çka ndryshe? Dëshirë e popullit për me e largu qeverinë. Domthon me 17-ën është ideja jo me nol demarkacionin, jo me nol asociacionin. U krya ajo, u te kalu. Ajo kry, tash fillojmë një kry të pushtetit. Absolutisht, se pushteti prej dhëtorit dhe që tash I njëroj krejt, na I njëroj neve, I njëroj gjitha seancat e krejt procesin politik që u bo vazhdimsi prej kur ka qenë shtator, tetor, që ja kem nisna këto probleme në kuvan. E njëroj peticionin 200.000 njerëzve, e njëroj sondazhin për 70% të cilët janë kundër Zajednicës, e njëroj gjitha debatet edhe gjitha mundësit që ja dham për dialog, e njëroj në fund edhe gjykatën kushtetuese, palas të ka njëru popullin mu. Tash populli duhet me dalë dhe me tregu që nuk ka vend më për të tregon ndryshe me 17-ën? Duhet me hi mrena grilave të oborit qeverisë? A hinën me të 9-ën? Jo, protestash, do më shka ndryshe me 17-ës. Protest gjithë popullore. Edhe ato protesta mas e mund me vazhdu edhe në vazhdimsi dikur, sikur në çdo vend kur protestohet edhe populli tregon një paknaqësi tregohet në mënyrë të vazhdueshme, dalin protesta deri në çon pe qeveria dhe shkojnë zgjedhjet reja. Okej. Kthehem prap një hap rapa, ma herët the nëse Shpend Ahmeti ose cili doj vetëvendosjes bën diçka, në kuptim shkeljes vullnetit popullit ose shkeljes të ligjeve. E Shpendin me mua. Me ty. Nëse unë najherë bëj diçka kundër popullit tonë. Unë neutrale po ta qes pyetjen. Për ato çka flitet nëpër media, nëpër rrjetet sociale, Fisnikis Mojli në punën e vet si shefi një kompanie marketingut, është përfshi në një tender me postën Telekomin e Kosovës, në një kohë caktuar me pushtet, me sa në mënyrë, po them, ato çka po flitet, që ka qenë aty diçka e pa rregullt ose do më po flitet. Mirë, flasim po flitet shumë gjëra në atë nivel tëna. Po flitet, domthon atë çarçoj. Po, lutem. Unë jam pronar I firmës kompanisë të marketingut Karrota. Deri vonë kom qenë e kom pasë përfaqësinë e kompanisë më të madhe, njënës prej 5 kompanie më të mëdha në botë të reklamimit, Ogilvy & Mather, e cila është hala në Shqipni, por nuk operon tash Kosovë, se puna e rajonit, se u bo qendra në Beograd dhe ata s'pe pranojnë në Kosovën si shtet, edhe kom tërhek përfaqësinë. Ajo kompani është njëna prej kompanie më të mëdha, edhe unë kom qenë I pari që kom pru një kompani ndërkombëtare të atij lloji në Kosovë në vitin 2005. Domethënë jem të fol para 11 vjetë. Unë atër s'kom qenë as politikan, kom qenë një biznismen I ri që ka hap një kompani suksesshme edhe me një përvojë shumë vjeçare në Angli, unë kom punu në Angli në këtë fushë, edhe kom marrë si një ekspert me
me punu në tregun e Kosovës dhe Shqipënisë, kom pas zyre edhe në Kosovë në Shqipëni, Shqipëni e kom shit 2010-ën, dhe ka qenë shumë e suksesshme edhe atje, edhe kemi punu punë të ndryshme. Si çdo kompani private, kur gjë e jashtëligjshme, kemi pas 3 lloje të bizneseve. Biznese, do më thonë, klienta ndërkombëtar, klienta vendor, privat, edhe klienta publik. Do më thonë, kemi garu në tendera publik. Njoni për tenderave publik, unë e kom fitu shumë tendera publik, tepër shumë. Deri 2008 për flasë. Për 2008-ës mu nuk më ka jep kërkush tender publik. Deri për përfshin politik. Ose të ke kritiku, ose... Unë 2010-ën më përfshin politik. 2008-ën, për shkak të konfliktit që na ka lind me Newbornin, me qeveria s'ka dash syt me pa. Edhe më ka refuzu në... A ma herët i ke posë për mirë? Ja, s'kom pasun punë mirë me qeverin. Ma herët asë si jam kënë këta në qeveri. Të tërkush o konë në 2005-ën. Për që të nderin fjallë, kjo është palë në vitin 2005, dardan. Edhe në PTK ka qenë një tender prej 3 milion eurosh për ribrendimin e komplet imazhit të Valës edhe PTK-s, në përgjithësi. Nëse të kujtohet a reklama e bukur me golf, a reklama me flutra, Vala është e Kosovës, u pjek pitja. Krejtjon këto reklama shumë të mira, cilat unë i kom bo. A tender i ka përfshi 40 fushata, 40 fushata marketingu, ka përfshi hulumtime, ka përfshi diçka që quhet change management, do më thonë ndryshimi i menaxhimit të shërbimit për klient, se nëse të kujtohet ty mi në 2005 në Vala ka qenë monopol, edhe ka qenë një katastrofë prej shërbimi, ke thirrët kanë shajnë telefon, e ka pas një logo shumë shëmtume, një imazh shumë shëmtume, bile madje në një hulumtim pa dalë që 95% të konsumatorëve të Valës, që atëherë, kanë me ikë prej Valës në momentin që hen operatori i ri në treg. Po. Edhe tash, që tu ka qenë problemi, veç pak ta shpjegoj në madhësinë e këtij projekti cilën unë e kom punu. Kom punu 3 vjet si qanën to. Pa dyshim, nuk besoj që ka kritiku dikush, a ka punu ajo, para pregaditja, për përfshi ka morë shvet me politikanët asaj kohe. Atë është akuzë. Veç ta kallëzoj suksesin e kësaj. Do më thonë, mbi 90% kanë qenë gatshëm me dalë në operatorin e ri. Kur ka hi kon treg, veç dikon 30 dhe 40% kanë dalë në operatorin e ri. Tjertë kanë me të mvalë. E kjo ka zënë suksesin të cilin që këtë projekt, cilin unë kom punu 3 vjetë ditë natë, e ka bo për PTK-n që është një kompani publike në cilin të ndër unë e kom fitu me meritat më të mëdha të mundshme. Unë e di që në atë garë kanë marrë pjesë një 7 kompani tjera, do për ty në lidhe edhe me kompani ndërkombëtare, po unë e di shumë mirë që projektin që na kena pregadit ka qenë dikon mbi 600-700 faqe, edhe nuk ke mujtë me refuzu, qaq projekti mirë ka qenë që s'ke mujtë me refuzu. Edhe në aso kohë, unë s'kom pas lidhe as me pushtetar, as kom di që është bënë dallaveret, e kom fitu me plot merit. Qysh jom fitu plot projekte. Është fakt që gjatë atyne vjetëve jom fitu projekte dhe me të njofshëm, po ka pas raste, si në rastin tem, ku jom fitu projektet edhe me merit. Kom fitu plot tendera publik me merit. Newborn e kom fitu me merit. Po, qa është përketsu mas nena, mas 2007-ës, jom të folë 2005-ën, më t'jo kjo punë. Mas 2007-ës, kur ka ardhë Hashim Thaqin në pushtet, që atëherë zaptu shteti me të vërtet, që atëherë mo o konë pëthuj se pa mundun me fitu tender me merit, që atëherë t'jo dash gjithmonë një atak rishvetin dikujt. Edhe unë s'jom konë pjesë asaj, po thëmë, 2008-ën ka qenë hera fundit që unë e kom marrë një projekt publik, kur e kom bo Newbornin, edhe normal si çdo kompani tjetër private, edhe unë e kom drejt me marrë pjesë, që tash nuk marrë pjesë të tendera publik, se jam person zyrtar, edhe është konflikt interesi, do më thonë kompania jam mirë dhe veç me biznise private, po deri në atë kohë, kur ka pas në tender publik, unë kom marrë pjesë, nëse se kom fitu,
a o konë dikush, ose o konë ma mirë, ose i ka pas lidhet, mu së më intereson. Ato që i kom fitu me plot merit, përfshi dhe qitë të ndërë që po flasim na, për cilin njerës shpifin. Se normal, si të një cifër ma madhe, njerës ja nisin me shpif. A harrojnë një sen shumë të rëndësishëm. Unë jam Fisnik Ismaili, i cili ka punu në Angli për Apple, e kom një CV ku kom punu për British Airways, kom punu për Cisco Systems, për një bëni kom ashtë 700.000 ndërkombëtare. Unë kom punu për AMC-n në Shqipni, ku i kom qarkullu ka 6 milion në vjetë. Unë e kom biznis serios, që 10 vjetë, do me thonë... Po thuje në shpifje, s'ka kërgjë? Absolutisht jo. Unë ty të asharova, për deshta me të asharova, qysh ka ardhë, se kjo është një shpifje, jënë 2 shpifje që bojnë për mu, zakonisht, është që kjo është njona, se ka fitu fisin i të ndërë shumë milionsh. Kretë projektet e mija që i kom bojnë e qëto 10 vjetë në kompani teme, mi mbledh bashkë budgetet e këtyne projekte, e kalojnë shifrën për 40 milionve dardan. E ti e din se ki edhe mish në kompani të ngjashme me tamën, edhe din mirë që jënë projektet maja, kanë budgetet maja. Unë e kom punu, burë. Unë e punoj, unë jem biznismen, kom qenë biznismen deri në 2010 kërëm Shpifja dytë? Shpifja dytë është për babën tam. Shpifja dytë është për babën tam, dhe është një sen që mu më doke shumë e pa drejt me folune, pa qenë baba e më prezent. Edhe është diçka që i përket babës tam me fol jo mu. Edhe pse jënë gjitha shpifje, është shumë e pa drejt mënyra ullë se qysh ata edhe në kuvend një herë në një rast, edhe në rrjetet sociale ka njerë ose mediat musulmojnë, qysh kapën për dosene për cilat as nuk kanë fakte, as nuk e din të vërtetën, dhe veç për faktin që baba jam në vitet të 80 ka qenë një njeri me një pozitë caktume në funksion, i cili 89 në preashtu pi punës si krejt shqiptar tjerë, po para 89 gjatë vitet të 80 ka qenë guvernatori Bankës Kosovës, Bankës Popullorit Kosovës, ka qenë kryetari i klubit futbollistik të Prishtinës, në kohët më të mira kur Prishtina lidhur me pushtet. Nuk ka qenë i lidhur me pushtet, ka qenë njëri i cili opozita pa qenë i lidhur me pushtet po tashti Dardan, baba jam ka punu. Baba jam e ka merituar çdo vend pune që ka bë, edhe çdo punë që ka bë e ka bë me sukses të tashëm. Sot Prishtina pjesërisht e ndërtuar prej punës që ka bë baba jam e funksionar tjerë që kanë bashkëpunu edhe kanë ndërtuar si vend. Ti nuk mundesh me mohu atë punë. Nëse kujton kohët e mira, të jenë qatë mosh që kujton kohët e mira, kur Prishtina ka lujtë në ligë parë, e kena mujtë Crvena Zvezdën në 3-1 në Beograd, baba im ka qenë kryetari i klubit Prishtinës. Ai ka qenë personi kyç që ka pru Qira Blaževićin në trener të klubit futbollistik Prishtinës, derisa mas shumë vjeç Qira Blaževići u shpall menaxheri më i mirë në botë në kampionatin botëror në Seul në Kore. Do të thotë ka qenë një njeri që ka punu shumë në atë kohë. Diçka si Debiasi sot. Absolutisht, edhe ma mirë është. Po du me kallëzu që baba jam ka punu shumë në atë kohë, edhe ka qenë intelektual i cili ka punu për qitë vend, për qitë qytet, veçanti në Prishtinë, po edhe në Kosovë. Ka qenë drejtori fabrikës të amortizatorëve, kur amortizatorët janë prodhu për Peugeot në vitet e 80, mos bëj gare. Edhe normal që mu kanë me mësulmu, ty e përdor babën tam si person që pas ka pas diku lidhje me pushtetin atëhershëm. Baba e më preshtu për thëmë njerë, pi pune në vitin 1989 si gjdo shqiptar tjetër. Pi 89-ës, deri 99-ën, baba jam ka përjetu gjanat ma të shia pi pushtetit sërb, të shpif për të tankon. Kështu që për mu shpifjet nuk janë diçka e rej. Unë e kom pa babën tam të përjetu, të thonë për babën tam, i ka vjedh x milion pare pi bankës edhe ka ik pi shtetit, a baba jam ishtë në dhomë ditës të ishi lajmet. Po. Edhe kish aritmi. Ti e këthy 99 në... Unë jam këthy në Koshare, kom jetu në Londër në atë kohë, e kom pas djalin 4 vjeç, edhe një moment caktum, kur fillun bombardimet e NATO-s, para asaj, para prakisht, unë atje kom qenë një far aktivisti me atë komunitetin shqiptar edhe kom qenë student,
e pata bashkë themelu shoqatën e studentave shqiptar në Britani të Madhe, edhe jemi marrë shumë me aktivitete, me protesta, edhe me gjitha aktivitete tjera cilat e kanë një farë mënyrë e kanë promovu çështjen e Kosovës. Dhe në një moment caktuar kur NATO vendosi me sulmun e pash që puna jam në Angli u kry. Mos kam qka mira one me Angli. Edhe pash si një obligim të amin qytetar mu këthy në Kosovë me luftu, me qenë se sulmet ajrore u kryshin prej shteteve perëndimore, atëherë ishte detyra jam dhe obligim, unë niva obligim moral për me qenë qaj trupi toksor i cili ka me ndimu me shliru Kosovën. Edhe përfundohan koshare, ku i kalohan ja 3 muj, edhe kur gjo, u kry lufta, Djali bashkëpunëtorit. Qysh? Po thëmë djali bashkëpunëtorit. Absolutisht. Unë habitna pse i lidhën këto. Baba jam nuk o bashkëpunëtor i kërkujna. Parafrazim. Thujen thojza pra. Baba jam ka qenë një person me funksion, i që ka pas funksion të naltë në vitet e 80-ta, edhe ka vepru në interesat të popullit të Kosovës, mas shumë të popullit Prishtinës. Edhe qytetarët e Prishtinës, bashkë me shumë njerëz tjerë që kanë funksionu në atë kohë, bashkë me ta, sot Prishtina i gëzon shumë senet cilat i kena kriju, na kena kriju një vend për me jetu, edhe Prishtina o kriju në qatë kohë. Prishtina veç o degeneru mas lufte, po deri në qatë kohë o kriju. Edhe baba më ka qenë pjesë asaj. Edhe absolutisht, une as nuk du mu krenu, une krenuna shumë me veprat e babës, po une nuk du mu vlerësu me veprat e babës tanë. Une po du mu vlerësu me veprat e mia. Unë jam Fisnik Ismaili, i cili ka qenë aktiv sa ka jetu në Angli. Unë kom jetu vite në 90-ta tanko në Angli, kom qenë refugjat atje, jam shkollu. Unë jam Fisnik Ismaili që kom luftu, jam Fisnik Ismaili që jam kthy në Kosovë edhe jam mundu me zhvillu një industri të re, edhe besoj prap po them se të kimesh në këtë fush, besoj se nuk mund është astime më hu faktin që unë kom qenë njëni prej lojtarëve kryesor në fushën e marketingut në Kosovë, edhe zhvillimin e fushës marketingu Kosovë, edhe komnu standardet reja. Pa dyshim. Okay. Mas jem të shku ka fundi emisionit, tash pikërisht Fisi Ismaili, deputet, aktivist, politik, një pyetje gjysë. Hajde. Hashim tha që po do në më bo president i Kosovës, veç kuvendi i Kosovës mundet me bo ose mos me bo president Kosovës. Edhe ma mërmenja që Fisi nuk dënë, Hashim tha që më bo president i Kosovës. Çka keni nërmen me bo me pegu? Nas një mënyrë. Nuk kena najsen caktume për cilën muj me të siguru që kena me bo, po jem të bo që mos me ndodha jo. Tash po ta kallëzoj arsyeën pse Hashim tha që s'duhet me qenë kryetari i Kosovës. Kryetari i një veni duhet më konë një person unifikues. Hashim tha që krejt mundet me qenë, po unifikues është. Madje Hashim tha që njëtë si përqamsi më i madh i qytetarëve të Kosovës. Sinqerisht. Edhe absolutisht në asnjë mënyrë në një njeri i cili është i përfshim krime, edhe është i përfshim në tonë ato afera korruptive, në tonë ato rana e hajnije dallavere, nuk guxon mu bo kryetari i Kosovës. Ai nuk e përfaqëson qytetarin e Kosovës. Do më konkretisht, që shpengohet kjo punë, se po thëmë, ajo është diçka tjetër, është vlerësim politik i Fisit ose i këtij atit, sa është tashimi i mirë ose i keq për këtë vend, po proceduralisht, kuvendi duhet me vendos këtë punë. Teknikisht votat i ka, po flasim si koalicion. Okej, po. Edhe tash, ju deri tash e keni pengu të procese tjera. Qashtu, qysh e keni pengu tjera, të besoj edhe kjo do të më pengu. Do të më pengu edhe kjo, edhe Fisnik Ismaili. Idealisht, idealja kështë qenë kjo qeveri me ebdërheqe, mos me mri heq deri në atë pikë, po me ebdërheqe me inzje dhe tjera, treja edhe tamon për smari me nisë. Është koha me nisë zhvillimin e Republikës Kosovës për smari, e që kjo kështë qenë shë e mirë. Me pas këta vish një pikë ndërgjegje, këta që o njepin ndërheqe,
Hashim tha që tërhek dëshirën e tij të flakt mu bo kryetari i Kosovës edhe ecin të shtëpia. Okej. Për fund, pra, protestat e fundit, një grup i protestuesve është nda prej asoj turme që si mas policisë janë 8.000, si mas juve janë 100.000, së më rëndësi. Një grup i vogël është nda, edhe me Molotov ka tentu me avnu flakën ndërtesës qeverisë. A e dini ju për shembull, a e din Fisja, a e din Vetëvendosja kush janë ata djelë? Absolutisht jo. Janë një grup i njerëzve të cilët edhe një herë tjetër që shtu kanë bo, mas protestës, kur protesta është pale përfundume, ata kanë vazhdu me thy gjama. Ta shënë 2 sene këtu që du është ti pak mi pas parasysh e ta kalzon vërtetën. E para, edhe erën kalume, s'pun këto të sakt vitin e kalume dikur, edhe qëtash i lanë për një kohë këgjat gatë, i lanë me gjujt, me thy, para se me intervenu. Do me thonë, pse pilen? Na e krytëm protestën, a shkun të shtëpia, pse pilen me gjujt? E para. Ama kryetari juve aktual u kthy me ta mas në Ja, s'ke me ta. Kryetari aktual keme një grup tjetër qytetarëve cilët ishin rrugë halon. Se është për arsye teknike, po do të më ngut bisedën. Vetëm po të pyes edhe një herë. Do mund ti pëthu që këta njerëz nuk janë vendosur. A arrestu, po jo dhe, a arrestu në një që identifiku me vendosjen jo. A arrestu në një, jo. Do me thonë janë njerëz, a shqyqare po shije që njerëz të infiltrum, të cilët po e bëjnë këtë punë, mja prish imazhin një protestet madhe dhe madhështore që... Do me thonë, Molotovi nuk është i opozitës, nuk është i vetëvendosjes. Absolutisht jo. Unë e vetë jom deklaru, unë shkova në shpe dhe kom qi statusin qatë ditë. Unë nuk e di kush jem këta, unë jom munu vetë, bashkë me Recep Selimin, jena munu minal. Po kur e shetë që po të fluturojnë 2-3 gurë të kryte dhe po do me ta thy kryte të estë shpia. Qeveria Isa Mustafës i qanë njerës të me shishet Molotovit. Apo në tashu në s'moj me thonë në punë. Unë më konë e kosh i pak nasin që do me qu fërka. Nuk më jone me thonë. Po, qashtu po do këtë. Qashtu po do këtë. Okej, Fisnik Ismaili, falenderoj shumë. Falenderoj ti. Ishte knasi. Gjithashtu knasi madhe. Shikues të nderuar, kaq ishte me Fisnik Ismailin, autori i Newbornit, artist, deputeti i Vetëvendosjes, njëri vendosën me e sfidu sistemin deri në ribrandimin e shtetit Republikës Kosovës. Faleminderit sa njerëz.